Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, u largua më herët nga samiti i grupit të 7 vendeve më të industrializuara që u mbajt në Kanada për shkak të një sër çështjesh të rëndësishme që duhet të trajtojë, mes së cilave edhe konflikti në lindjen e mesme. Njoftimi për largimin e tij nga samiti erdhi pak pasi Trump, përmes rrjeteve sociale, u bëri thirrje banorëve të Teheranit që të evakuohen menjëherë nga qyteti. Irani duhet ta kishte nënshkruar marrëveshjen. U kërkova të nënshkruanin, sa turp dhe sa humbje jetësh njerëzore. Thënë thjesht, Irani nuk mund të ketë një armë bërthamore, e kam thënë vazhdimisht, shkroi Trump në Truth Social. Të gjithë duhet të evakuohen menjëherë nga Teherani, theksoi ai. Ushtria izraelite më herët lëshoi një njoftim duke u bërë thirrje banorëve të një qarku të Teheranit që të evakuohen. Paralajmërimet vinë në një kohë kur Izraeli ka intensifikuar sulmet ndaj Iranit, të cilat thonë se synojnë të shkatërrojnë objektet bërthamore të Republikës Islamike. Para largimit të Trump nga samiti, të 7 udhëheqësit nënshkruan një deklaratë ku theksoi rëndësia e mbrojtjes së civilëve pas rritjes së sulmeve që kanë shkaktuar viktima civile në të dyja vendet. Udhëheqësit e G7-s, Britania, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia dhe SBA-ja, gjithashtu thanë se Irani kur nuk mund të ketë armë bërthamore dhe se Izraeli ka të drejtë të mbrojë veten. Në deklaratë thuhej se shpresohet të gjendet një zgjidhje për krizën iraniane, një zgjidhje që çon drejt uljes së tensioneve në lindjen e mesme, përfshirë një armëpushim në Gaza.